që Spaku, Altin Dumani, ka qenë pjesë edhe në djeni të zhdukjes time, unë s'dilja i gjallë nga burgu. Këtë e din të gjithë tani. Ish-Zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka rrëfyer së fundmi për kërcënimet me jetë që janë bërë. Gjatë interviste me gazetarin holandez, ai deklaroi se kërcënimet ndaj tij nisën që në momenti ku shkarkua nga detyra si ministër. Ai foli për 3 episode kërcënimesh, ndërsa shtoi se nëse do të futet në burg, nuk do të dalë gjallë nga andej. Ka marrë kërcënime personalisht, së pari një telefonat direkte nga burgu shumë e qartë, do të vrasim, do të shohim nga kamerat ku parkon makinën kur merr fëmijën dhe të tjerë. Ata kishin akses te kamerat e pallatit në Tiranë ku kisha marrë një apartament me qira. Kërcënimi i dytë është një telefonat tjetër nga një numër britanik që nuk e njihja. Dhe i treti është një person me motor. Ishte si një film mafioz. Unë po ecja në rrugë dhe ky person më afrohet. Përshëndetje Arben, unë i përgjigjem. Përshëndetje si je? Dhe ai më thot, pra po ecën. E po kam ecur gjithë jetën time dhe pastaj ai i thot, po, por aty do të gjesh dekjen. Pastaj ndodhi një incident te parku Liçenit në Tiranë ku përpoqen të bënin një foto të foshnjës time të sapolingur. Gruaja ime e tanishme kishte punësuar një dado filipinase dhe në një moment ajo po qante. Dori se ishte kërcënuar për të bërë foto dhe video të mjet dhe për t'ju adorzuar këtyre njerëzve të një kompani të quajtur Emerald Spa. Atëherë u tmerrova vërtet. Nëse do të përfundoja në burg, jam i sigurt që nuk do të dilja i gjallë nga andej. Duke ditur që jam pak emocional, aty do të kishin krijuar ndonjë incident në burg dhe do të më thoshtin, që ta dini nga që u grim prandaj u vra. Tha ndër të tjera Arben Ahmetaj.